Të nderuar shikues, ju përshëndes nga Milano. Jemi pikërisht në ditën e ndeshjes ndërkombëtare, një ndeshje famoze për futbollin e femrave, Inter i Milanos dhe Vllaznia e Shkodrës. Takimi në Leshe për turin e dytë të Europa Cup. Tu pranë kam Jetmir Podgoricën, është një emër inspirator i fushës së arbitrimit, por edhe sekretari i përgjithshëm i zyrës rajonale të futbollit në Shkodër. Ka udhëtuar së bashku me ekipin e Vllaznisë në përbërjen e delegacionit sportiv shkodran. Jetmir, jemi prej 2 ditësh në Milano dhe konstatojmë një atmosferë shumë optimiste, jo vetëm në radhët e skuadrës, por edhe Jetmir, jemi prej 2 ditësh këtu në Milano dhe me vërtet konstatojmë një atmosferë shumë pozitive, jo vetëm në kampin Kuçi Blu, por edhe në komunitetet, sidomos tek shqiptarët dhe sidomos tek shkodranët, të cilët po e presin me pa dorim këtë ndeshje. Sa ndjeni ju personalisht, edhe si arbitër futbolli, por edhe njëri shumë i afërt se merren edhe me zyrën rajonale të futbollit në Shkodër? Të thënë të drejtën, për mua është kënaqësi me qenë pjesë e këtij delegacionit, ku pjesë e këtij delegacionit janë njerëz realisht me kontribut shumë të madh në sportin e futbollit dhe përballja e sotme e Vllaznisë ndaj Interit mendoj se është një përballje e cila do të na dhojë shumë emocione. Jam i mendimit që Vllaznia nuk i tërë me të Interit, sepse është përballë me ekipe të jashtëzakonshme si Reali, Parisi, Chelsea apo Olympique Lyon, Juventus, dhe besoj që ekipi i Interit do të jetë ekipi i radhës me cilin do të ndeshemi dhe do të ndeshemi dinjësisht, duke pretenduar për një rezultat pozitiv. Atmosfera në kampin tonë besoj që është shumë optimiste, vajzat janë shumë të motivuar dhe besoj që do të arrijë një rezultat pozitiv. Ajo që na ngroh realisht shumë është mbështetja e jashtëzakonshme e shqiptarëve në Itali. Është një komunitet shumë i madh që realisht po na mbështet për këtë ndeshje dhe besoj që do të jenë të shumë në stadium. Në aspektin personal, Jetmir Podgorica ka pasur rastin prej shumë vitësh si arbitër futbolli dhe i nivelit ndërkombëtar, të jetë në shumë evente sportive, por kam përshtypjen se kjo përvojë me Vllazninë e femrave vjen për herë të parë. Patjetër është përvoja e parë me Vllazninë e vajzave dhe realisht po ndiem shumë mirë, pasi edhe delegacioni është i përballur, siç thashë më parë, nga një njerëz që realisht janë njerëz që janë të këndshëm edhe në ndajje, por janë edhe me kontribut edhe ndihmë realisht i vlerësuar. Thashë edhe pjesa e atmosferës është fantastike, sepse ky komunitet është i jashtëzakonshëm i shqiptarëve në Itali dhe po na bën ndihemi realisht shumë mirë. Duke folur për lidhjet tuaja me presidentin Mattia, që është në krye të këtij organizimi, do të thënë se ju jeni shumë afër gjatë periudhës së fundit kur jeni zgjedhur dhe sekretari i përgjithshëm i zyrës rajonale të futbollit në Shkodër dhe kryetari është Lazar Mattia. Dhe ky ndoshta një motiv më tepër për të qenë pranë futbollit femror dhe kryetari tuaj Mattia. Patjetër është një mbështetje nga ana jonë për Vllazninë e vajzave edhe si shoqat, por edhe si qytetarët e Shkodrës, pasi me zotin Mattia njihemi prej vitesh dhe realisht që pa kanë në pjesë e shoqatës ka bërë një suport ndaj eventeve që ne kemi organizuar, po edhe ndaj futbollit në Shkodër. Prandaj kena njohje realisht të hershme prej shumë vitesh, edhe në rolin e arbitrit dhe presidentin e kam gjikuar në shumë ndeshje. Edhe prandaj ka vazhduar kjo njohje, e cila është konkretizuar me bashkëpunimin tonë tek shoqata rajonale dhe besoj që për një vitit po bashkëpunojmë shumë mirë. Tek themi tek ndeshja, ne ishim së bashku ditën e djeshme kur Vllaznia zhvilloi seancën e fundit servitore anti-Inter. Pam një optimizëm dhe jo vetëm tek gjithë skuadra, por tek deklaratat e kapitenit Smeki Doçi dhe trajnerit Nikolin Leka. Çka janë, mund të themi, një garanci për sot që mund të jap më të mirën Vllaznia në fushën e lojës? Megi patjetër është një aset jo vetëm për Vllazninë, por edhe një aset për Shqipërinë, sepse është futbollistët shqiptarë më i mirë të tanakonave. Edhe po të jetë Megi në lojë, ne realisht e fillojmë ndeshjen me më shumë optimizëm. Gjithmonë kur është Megi në lojë, nikon realisht atë te fryma e ekipit, por nikon edhe te pjesa e rezultatit. Ndërsa person Nikolini realisht është një person i cili është i dedikuar shumë mas futbollit të femrave dhe është një person i cili ka pas gjithmonë suksese në futbollin e femrave. Por për ndeshjen mendoj që vajzat do bëjnë një ndeshje shumë të mirë dhe do na japin një rezultat shumë pozitiv. E faktit që ndeshja nuk po zhvillohet në stadiumin kryesor të Interit, por është vendosur në një qytet tjetër ku stadiumi është modest, thuhet në opinion se i friksohet Interi tifozërisë shqiptare
Jo vetëm atyre që kanë ardhur nga Shkodra, por sidomos ato që jetojnë këtu dhe mund të ketë dhe pritet të ketë dominim të tifozëve shqiptar dhe sidomos shkodran në ndeshjen e sot. Që në momentin që ne kena marrë veç që do të jetë Interi kundërshtari jonë sportiv, ne realisht kena fillu pjesën e organizimit dhe kena pas shumë telefonata nga shumë miq tonë që janë në Itali për të ardhur me një këndeshjen. Madje ka shumë tifoza që edhe publiku duhet ta dinë kanë ardhur edhe nga Amerika për me një këndeshjen këtu, apo kanë ardhur edhe nga Londra për me një këndeshjen e vllaznisë. Pra, vllaznia e femrave tashmë po ka edhe tifoza Shkodran internacional, po thonë nga Amerika me orët tona apo edhe 2 ditë udhtim për marrë për me një vllaznin. Mendoj që te pjesa e stadiumit do të jetë një dominancë totale nga shqiptarët, siç e kena dëshmuar edhe në ndeshjet e tjera në europiane të vllaznisë. Po qoftë edhe te vojza, po qoftë edhe te djem kena pas një dominancë realisht në këto vende që kena luajt. Edhe mendoj që patjetër që stadiumi do të jetë i mbushur me shqiptarë. Dhe së fundi, në aspektin tuaj profesional, drejt për drejt tek gjykimi, keni informacion kush mund të jetë gjykues, kush mund të jetë trupa gjykuese e kësaj ndeshje dhe prej nga vijnë? Të them të drejtën, nuk kam informacion për këtë pjesë, pasi na marr më shumë me pjesën e organizimit të ekipit tonë dhe nuk kam pas informacion në lidhje me trupën gjykuese. Besoni që gjykimi do të jetë okay, pa probleme? Vllaznia renditet edhe në renditjen e FIFA-s, renditet si një në ekipet më elitare në pjesën e Europës. Pra ne me renditet e FIFA-s ne na më lart se sa ekipi i Interit dhe nuk ka pse me pa kërkosh vllaznin si një ekip i vogël sepse rresh është më lart se Interi, i cili normalisht e dihet Interi ka emër shumë të madh, po vllaznia qëndron në renditje më lart se Interi. Kjo që deklaroj në këtë moment Jetmir Podgorica është me shumë interes për ta ripërsëritur. Edhe pse Interi është një klub i madh italian, evropian dhe botror, vllaznia e futbollit për femra fal rezultateve fantastike që ka arritur prej vitesh është në renditjen botërore më lart se sa Interi. Kjo është një fakt dhe një element shumë krenar për shkodranët. Kena edhe një diferencë diku të rreth 20-30 vende me skuadrën e Interit. Prandaj është një punë që realisht nuk është se vjen suksesi për një ditë, është punë që është bërë ndër vite nga presidenti Mattia, se bashkë me familjen e tij për më arrit këto ku është vllaznia sot, janë prej vitesh që po investon te futbolli i femrave, ku duhet di që vështirësitë janë të jashtëzakonshme te futbolli i femrave. Qofsh me numrin e tyre, qofsh me cilëtetin, ne kena marrë shumë lojtarë në këtë merkato, shumë lojtarë realisht të huaja. Edhe kjo ka vështirësu pak punën e stafit, por besoj që kanë dalë me shumë sukses për me përballu densisht Interin dhe natyrisht që shpresojmë të kualifikimi. E shikoj që flisti jo vetëm si një specialist i arbitrimit dhe kontribuesi ka hershëm sidomos në futbollin amator me organizimin e turneve ndërkombëtar, por edhe si pjesë e stafit. Shpeshherë e nxjerr atë angazhimin tuaj personal në kontributin, duket se jeni shumë pranë zotit President Mattia. Të them të drejtën, vllaznia është zemra e çdo shkodranit. Ne patjetër që ne tifozojmë me vllaznin, edhe mundona me kontribut në mënyrë direkte edhe po indirekte për qytetin tonë, me sa ne kemi mundësi, edhe këtë punë e bëjmë realisht me shumë dëshirë për me kontribuar për vllaznin. Si e parashikon Jetmir Podgorica rezultatin e sotëm dhe sa është i mundur kualifikimi pas një jave që luhet në Loro Borisi? Mendoj që rezultati i sotëm do të jetë një rezultat i ngushtë, pasi të dy ekipet nuk kanë njohur ndoshta 100% me njëri tjetrin. Ne kemi analizuar domethënë edhe pjesën e Interit, por mendoj që duhet me lënë në fushë se lojës dhe të dy ekipet tregojnë shumë të kujdesshëm në ndeshjen e parë dhe ne shpresojmë të ndeshja e dytë që me pas edhe mbështetjen e tifozërisë dhe besoj 100% kualifikimi. Ishim me Jetmir Podgoricën, një emër shumë i spikatur i arbitrimit, ku dhe sot gjykon në Superligën e futbollit shqiptar, por një herëzi shumë i njohur në organizimin e turneve ndërkombëtar që zhvillohen në Shkodër dhe aktualisht edhe në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të zyrës rajonale të futbollit shkodran. Dha një panoramë të përgjithshëm, Podgorica ashtu si edhe gjithë në kampin shkodran, në kampin Kuçiblu janë optimistë dhe ne shpresojmë që mbrëmjen e sotme në supersfidën Inter Vllaznia të kemi një ndeshje shumë interesante, luftarake, edhe pse jo me një sukses të vllaznisë, apo jo? Patjetër shpresojmë dhe e besojmë realisht te kualifikimi i juaj. Faleminderit Jetmir.